11 milion lek në muaj për një institucion pa fëmijë dhe me roje që ruajnë muret, shtëpia e Foshës në Vlorë, që sipas të dhënave zyrtare nuk ka asnjë fëmijë në kujdesje për vitin 2023, vazhdon të harxojë shuma marramëndse nga buxheti i shtetit. Dokumentet thesarit tregojnë që muaj pas muaji paguajnë rreth 10 punonjës, të cilët në fakt nuk kanë asnjë funksion real, pasi institucioni është lënë me asnjë fëmijë jetim sipas politikës të re shtetërore. Por skandali vijon edhe më tej, ku institucioni që është thjesht një godin vazhdon të paguajë edhe roje, të cilët ruajnë muret e një godine boshe pasi nuk strehohen më fëmijë. Në total 11 milion lek të vjetra paguhen çdo muaj për një institucion që nuk funksionon më dhe 970.000 lek të vjetra në muaj paguhen për roje, për të ruajtur një godin që nuk ka asnjë funksion. Ndërkohë që shumë familje shqiptare përballen me varfëri ekstreme, në Vlorë buxheti shtetëror derdhet pa hesab për një institucion bosh që ekziston vetëm në letra, por jo në shërbim, një histori që ngre pikpyetje të mëdha mbi menaxhimin e fondeve publike dhe mbi arsyen se pse paguhen njerëz që nuk kanë asgjë për të bërë.